Ditë punë mbarë. Marrë faleminderit. Sot jemi 19 maj 2025, jemi në ku ndodhemi këtu ne? Në Barbulli. Barbulli. Njësia administrative e Peshegan, Bashkia Lushnjë. Po. Të gjitha pjeshkët sot i ke ditë që ke fillu vjekje? Po, gati 2 javë. Plus minus 2 javë. Kryesisht të nisën eksport. Po, shumica në eksport, po dhe tregujon, po shumica në eksport. Sa kultivon disi kështu sipërfaqe me pjeshkë? Gati 52 lënë. 52 lënë. I punon këtu si familje? Si familje, po. Shumë mirë. Veç pjeshkëve çfarë ke tjetër? Vetëm pjesë. Vetëm pjeshkë. Jeni të specializuar për pjeshkë, se Marta dhe Florin vetëm me pjeshkët. Një fjalë ju keni qenë në migracion? Po, ishim në Greqi, në këtë punë morë, tham, po investoj ta këtua. Besoj që dalë mirë? Po, për momentin mirë. Shumë mirë. Unë çmimi më që është i mirë deri tani. Rastisht. Do u lidh edhe me rapin edhe me atë tjetrin, që po ja them emrin nëse s'do të ai. Të shpresojmë që edhe tregu vend, po sidomos eksporti, se tani është edhe koha e përshtatshme për dielin e pjeshkës. Unë do duroj ty gjithë të mirat bashkë me nosë që në filmon, bashkë me familjen tënde, me prindrit, edhe ushtofshin sa më shumë djem të ri si puna jote. Shumë faleminderit. Duroj gjithë mirat sezon mbar.